Vetëm pas 47 ditëve nga dita e zgjedhjeve parlamentare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve arriti t'i certifikojë rezultatet e zgjedhjeve të nëntshkurtit. Në mënyrë që të mos ketë vonesa të tilla dhe në tetor, KQZ-ja ka planifikuar të zhvillojë një sodver të ri për zgjedhjet lokale të këtij viti. Këtë e ka konfirmuar për atë vend zëdhënësi KQZ Valmer Eleze. Për zgjedhjet lokale për kryetarë të komunave dhe kuvendeve komunale, KQZ ka planifikuar zhvillimin e software-it të ri për rezultatet preliminare, rezultatet nga qendrat komunale të numërimit dhe nga qendrat e numërimit dhe rezultateve. Nga Instituti Demokratik i Kosovës shpresojnë që KQZ-ja të ketë nxjerrë mësim nga zgjedhjet e kaluara. Sa që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr mësimet nga testimet që kam mësuar në zgjedhjet qendrore të mbajtura me nëntshkurt të këtij viti dhe të shpresojmë që ky sodver që po proklamojnë se do të jetë i ri, të jetë efikas. Bugaçku shpreson se problemet e njëjta nuk do të paraqiten edhe në zgjedhjet e tetorit. Do që dita e votimit po është ditë demokratike, transparente, qytetarët po e kryejnë obligimin e tyre, megjithatë administrimi i procesit zgjedhor po çalon dhe atë po shkaqe teknike qoftë të dështimit të sodverë, por edhe qoftë mungesë të mjaftuar të gatishmërisë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që me kohë të planifikojë gjitha aspektet procedurale të mbajtjes së këtij procesi. Platforma online e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kishte dalë nga sistemi për orë të tëra në natën e nëntshkurtit, duke bërë që vetë kryetari i KQZ-s Krishnik Radoniqi ta pranonte publikisht se sodveri i numërimit të votave kishte dështuar. Aplikacioni i kaluar sodvere kishte donacion nga OSBE-ja, ndërsa testimi i plotit i tij ishte mbajtur me 22-23 gosh 2024 në sallën e 1 tetorit.